Më bëj foto dhe video më atis. Ishtë në matë dorës të djatë. Si dorës të djatë. Me këta. Kushtë asë një të e po këshu më dhe në më pëskajtë. Ishe dhe vendosë me një atë? Ishe dhe vendosë me një atë. Po të një. Në KZAZ-n e shkollës 9 vjeçare Musa Çakëri, ku nga 3 qendra votimi pjesëmarrëse 4509, 4509 fraksion 1-shi, 4509 fraksion 2-shi, pjesëmarrja totale e listës së votuesve ka qenë rreth 1700 votues. E ndërkohë deri në këto momente 11:15 që shënon ora, pjesëmarrja duket me rendiment të ulët dhe as pak problematike të themi. Rreth 143 votues kanë zgjedhur që votën e tyre të japin në vunet të lirë. Presim që orët në vijim të rrisin edhe rendimentin e pjesëmarrjes në votime, duke dhënë një vunet dhe një ndërgjegjësim qytetar. Deri më tani vetëm problematika të vogla dhe incidente të vogla me PEN, me pajisjen elektronike. Do dhemi në shkollën 9 vjeçare në Dukat Fshat 22 nëntori. Shkollë kjo e cila hapet vetëm ditën e zgjedhjeve. Në këtë KZAZ janë 2 qendra votimi, 45-15-00 dhe 45-15-01. Janë mbi 1110 votues, të cilët do duhet të ushtronin të drejtën e tyre të votës pranë kësaj KZAZ-je, por fatkeqësisht ora shënon 11:20 dhe deri më tani janë vetëm 30 persona të cilët janë drejtuar pranë kësaj KZAZ-je për të ushtruar të drejtën e tyre të votimit. Megjithatë, votimi në këtë qendër vijon të jetë Ndetje, tu jemi të qendra e votimit 4477 fraksion 01-shi, gjithsej kemi 528 votues. Vijshmëria e procesit ka vazhduar pa probleme. Shpresojmë që të vazhdojë kështu deri në fund. Pjesëmarrja deri tani e votuesve si ka qenë? Deri tani themi okay, por shpresojmë se do të vazhdojë edhe më mirë në vazhdimsi. Ndodhemi në Universitetin Ismail Qemali, ku ndodhen 4 qendra votimi, 4471, 4471 fraksion 1, 4471 fraksion 2 dhe 4471 fraksion 3, ku janë shfaqur dhe problemet e para. Ka pasur probleme me pajisjen PET të identifikimit të qytetarëve, gjithashtu mungesë të anëtarëve të qendrave të votimit, ndërsa pjesëmarrja ka qenë shumë e ulët. Yeah.
Procesi I votimit ka nisur prej orës 7 të mëngjesit edhe pranë shkollës Rilindja në qytetin e Vlorës, aty ku janë të vendosura 4 qendra votimi. Nga ajo çfarë raportohet të paktën nga komisionerët nuk ka pasur problematika, ndërsa procesi ka nisur sipas orarit të përcaktuar rreth orës 7 të mëngjesit. Deri në këto momente ka patur pak pjesëmarrje të personave të cilët kanë ardhur për të votuar dhe për të shprehur vullnetin e tyre për zgjedhjen e kryetarit të ri të bashkisë në zgjedhjet e 9 nëntorit në qytetin e Vlorës. Ne ndodhemi me grupin e xhirimit në shkollën 9-vjeçare publike Muçodelo, ku janë të vendosura 3 qendra votimi. Ato janë 44-59, 44-59-1 dhe 44-59-2. Ndërkohë që sipas një të themi monitorimi të shkurtër, edhe pse ora është rreth 8:20, numri është shumë I pakët I votuesve. Ndërkohë që në këto 3 qendra, zgjedhësit janë në qendrën e parë janë 784 votues, në të dytën 951 zgjedhës dhe në të tretën 770 është numri I zgjedhësve që janë thirrur sot për të votuar për një nga kandidatët, kandidatja e Partisë Socialiste Bruna Mersini, kandidati I mbështetur nga Partia Demokratike Ervin Sota dhe kandidati që është I opozitës por që nuk mbështetet nga opozita Gjergjinika. Po, votuam. Pas ka ardhur shpejt, se përgjithsisht vim me vonesë në këtu. Do lëvizim. Do lëvizim kemi të tjera se bepet do lëvizim. Qofshin mirë. Bëre mirë që votove? Po bëra e drejtë e votës. Duhet të dalin dhe qytetarët e tjerë? Po duhet të dalin përsa që është vota është e lirë, duhet ta hedhi. Ne erdhëm çik shpejt se do lëvizim. Ai kalofshimi. Po, faleminderit për interesimin. Sot është një ditë feste për gjithë qytetarët e Vlorës. Sot janë vetë qytetarët e Vlorës sovrani I qytetit të tyre dhe I ftoj që të gjithë që të vinë të votojnë dhe të zgjedhin djalin e tyre, opsionin e tyre më të mirë të qytetit të Vlorës për të gjitha problematikat që të gjithë I njohim. Sot është detyrim I të gjithë qytetarëve që mos a lëm votën, që të fleri në sirtarin e shtëpisë apo në dhomën e pritjes apo të kafenes së lagjes. Unë I ftoj që të gjithë që të vinë, që të votojnë, sepse është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme për qytetin dhe për të ardhmen dhe për zhvillimin e qytetit të tyre. Zotëta, keni diçka të voton për pjesëmarrjen e votuesve të cilat duhet pak e vakte deri në këtë moment të pak? Historikisht, ju siç e dini, historikisht Vlora ka qenë me një pjesëmarrje të ulët. Unë pikërisht për këtë e bëj ftesën që të vinë që të gjithë qytetarët, sepse shpeshherë më pastaj janë ato diskutimet që I kemi në përditshmërinë tonë, edhe ato nuk kanë më vlerë. Të gjitha diskutimet që ne bëjmë në tavolinat me të gjithë miqtë dhe shokët tanë, unë prandaj u bëj thirrje që të gjithëve, është momenti, është koha për të bërë një ndryshim rrënjësor dhe Vlora të marrë dhe të ketë një pjesëmarrje jashtëzakonisht shumë të lartë dhe unë I ftoj sinqerisht, ju lutem, ejani, çohuni, shpenzoni 10 minuta të jetës suaj për të ardhmen e qytetit të Vlorës, sepse është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Ne këtu jemi ofruar për ju dhe unë personalisht premtoj maksimumin tim për të ardhmen dhe zhvillimin e qytetit të Vlorës. Si procesi deri në këtë moment, keni pasur probleme, keni raportime për probleme, vonesa? Deri në këto momente nuk ka ndonjë problem për sa I përket zgjedhjeve dhe KQZ-ve apo kutive të votimit, por ka një problem të vetëm, të cilin e kam bërë dhe denoncim në statusin tim, është një faqe në rrjetet sociale e cila ka shkelur në mënyrë flagrante ligjin për heshtjen zgjedhore dhe I bëj thirrje dhe I them që të bëjnë kujdes, sepse ne nuk do të lëmë asgjë dhe ju e dini edhe nga aktivitetet e mia shoqërisë civile që unë nuk lë asgjë pa denoncuar, sidomos një rast si ky. Çfarë faqe është? Faqja Vlora.
Sa besoni sot zoti Sota tek fitoria? Jashtëzakonisht shumë. Ju e dini, ju jeni bashkëpunëtarët e mi në çdo nisëm të shoqërisë civile që unë gjithçka që e nis shumë seriozisht dhe i vë maksimumin e forcave, të energjive dhe të gjithë njojtjeve dhe të shoqërisë time, e cila sot është në nivelet e impenjimit maksimal për të arritur një fitore jashtëzakonisht të madhe për qytetin e Vlorës. Prandaj u bëj thirrje edhe një herë, ju lutem me dorë në zëmër, ejani, mos e neglizhoni sepse është dita juaj e Vlorës sot. Zoti Sota, pse qytetarët vlorënjak duhet të zgjedhin emrin tuaj për të votuar? Sepse unë kam shpalosur të gjithë programin dhe jashtëzakonisht e them me bindje të plot, kam programin më të mirë dhe jam një djalë i cili ka lindur dhe shritur në këtë lagje, këtu kam filluar shkollën fillimisht në këtë zonë votimi ku sapo votova sot, dhe jam një djalë që jo vetëm e dua me shpirt, e kam marrë aromën e këtij qyteti që në momentin që kam lindur. Nuk jam një kalimtar dhe nuk jam një pseudo idealist. Jam idealist i vërtet dhe këtë e them me shpirt. Faleminderit. Faleminderit ju. Përshëndetje, puna bashkë. Faleminderit juve. Okej? Edhe pak tutën se më gjithë dora jote. Tutën. Shumë faleminderit për suportin tuaj edhe për këtë ditë shënuar. Është një ditë e shënuar jo vetëm për mua personalisht që kandidoj si e para grua në siglën e një parti socialiste, një grua që e ndjek ritmin e qytetit, energjinë e tij, njeh njerëzit e qytetit edhe ka përkushtimin ndaj njerëzve, por më e rëndësishme se mua, kjo ditë është për qytetin, për qytetarët e Vlorës që kanë treguar gjithmonë kulturë demokratike, përgjegjësi qytetare ditën e zgjedhjeve. Uroj që ata sot votojnë me zemër, me mendje dhe me përgjegjësi qytetare, për më të mirën e Vlorës. Duke se ka një pjesëmarrje të ulët në këto momente, mendon se do të ndikojnë procesin zgjedhor dhe a ju kënaqni fitore me këtë pjesëmarrje? Mendoj që pjesëmarrja është shumë e mirë, sepse ne ndjekim ritmin e pjesëmarrjes nëpërmjet interpretimit të KQZ-s edhe jemi të kënaqur me pjesëmarrjen. Zëra Mersini, çfarë simbolike ka shiu në Vlorë? Gjithmonë varësi, kudo, jo vetëm në Vlorë. Faleminderit. Faleminderit juve. Unë ditën e sotme është një ditë shumë e rëndësishme për qytetarët e Vlorës, pasi ne në këto 2 vite qytetarët e Vlorës kanë ndruar 3 kryetar bashkie dhe jo më kot kemi ardhur në zgjedhje dhe i ftoj të gjithë qytetarët e Vlorës që të dalin nga shtëpitë e tyre, të votojnë masivisht. Është shumë e rëndësishme që vota e tyre të jetë e saktë, e pastër dhe është zëri i tyre që duhet të dëgjohet ditën e sotme. Deri tani interesi ka qenë i ulët. Interesi ka qenë i ulët, ashtu si unë e kam shprehur në të gjitha intervistat që kam dhënë, do ketë një bojkotim të klasës politike. Klasa politike sot do marri një leksion dhe leksioni do fillojë nga Vlora. Sot do jetë herë e parë që Vlora do prodhoj politikë. Aq më shumë kam edhe një kërkesë tjetër. Unë ja u garantoj të gjithë qytetarëve të Vlorës që vota e tyre do lexohet me ndershmëri dhe të gjithë ata komisioner ose numërues të cilët do vijojnë në pjesën pas pjesës së votimit do përgjigjen me çdo mjet ligjor përpara ligjit në qoftë se vota e qytetarëve tjetërsohet. Kam informacionet e mia
që pas orës 1 ose 2 të drekës, të gjithë patronazhistët, të cilët po patronazhojnë votën nëpërmjet punësimit, duan që të nxjerrin të gjithë ata të pjesë të administratës të nxjerrin nga shtëpia me dhunë, po u themi, po me dhunë psikologjike që të dalin të votojnë për kandidatin e tyre. Administrata e ka braktisur. Absolutisht administrata e ka braktisur dhe ju do ta shikoni që e gjithë administrata dhe ata që do vjen ta votojnë do ketë një vot kundër, sepse do jetë një vot kundër këtij sistemi dhe do jetë një vot e cila me të vërtet duhet jetë e tillë, pasi kemi parë në këto 2 vite çka ka ndodhur me Bashkinë e Vlorës. Zoti Nika, sa besoni tek fitoria juaj në këto zgjedhje? Unë kam hyrë për të fituar, ju e keni parë që pavarësisht presioneve politike, unë jam regjistruar me një vendim gjykate nga kolegji zgjedhor. Presionet politike kanë ardhur nga të dyja palët, pasi e kam shprehur dhe më përpara. Ka qenë një garë e identifikuar me kandidat të identifikuar në mënyrë që ata e kanë ditur që pjesëmarrja do jetë e ulët. Unë ju them që me këtë ritëm pjesëmarrja nuk do ta kaloj 15%. Gjë që pse votuat edhe vendosur shenjën sepse të them të drejtën, unë vi nga e djasta dhe vi nga të gjitha departamentet dhe nga gjithë struktura e djathtë, aq më shumë që janë të gjithë të djastët të cilët më motivuan për të futur në këtë garë, pasi nuk e gjetën veten e tyre te kandidati tjetër i cili ishte i imponuar. Kë favorizon pjesëmarrja e ulët? Një rezultat zhgënjyes do të jetë një mision për ta bashkuar ndoshta Partinë Demokratike në të ardhmen. Atëherë asgjë nuk varet, varet nga një garë. Unë rezultat zhgënjyes mora edhe nga KQZ-ja dhe nga Kasi dhe vazhdova luftën time në kolegj zgjedhor. Ja u garantoj që edhe nëse kolegji zgjedhor do të rrezonte, do vazhdoja betejën në Strasburg. Ajo që unë them që unë e kam ftuar 3 herë në debat, duke bërë tag herën e tretë edhe kryeministrin dhe deputetët, kandidatën e Partisë Socialiste për të dalë në debat për diskutuar programin për Vlorën dhe për qytetin, gjithmonë ka refuzuar me sebepin që më përpara debatit duhet bëj qytetarët. Unë i them kandidates Mersini që edhe në qoftë se ajo do jetë fituese pasi e shikoj të vështirë dhe duke u përpolitur, unë ja garantoj që debati me të do jetë në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak, ku unë vazhdoj akoma të jem antar i Këshillit Bashkiak dhe kryetari i grupit të PD-s dhe PDU. Pjesëmarrja e ulët kë favorizon sipas jush? Pjesëmarrja e ulët favorizon kandidatit e pavarur, në këtë rast jam unë, pasi dhe administrata do ketë një vot kundër. Do ketë surprizë. Absolutisht Vlora sot do prodhoj politik. Dhe bashkimi PD-s dhe jo vetëm i PD-s, të gjithë të djathtët duhet ngrihen nga Kuksi deri në Sarand për të marrë të djathtën në dorëzim, pasi sot kemi 2 të majta. Faleminderit juve. Të gjitha qendrat e votimit në Bashkinë e Tepelenës janë hapur që prej orës 7 mëngjesit deri në këtë moment që ne po flasim, kanë votuar gati 4.6% e votuesve. Unë ndodhem në një prej qendrave të votimit më të mëdha për sa i përket Bashkisë së Tepelenës, ku deri në këtë momente ka një numër të ulët të votuesve, por për shkak ndoshta edhe të kohës e cila është e paqëndrueshme, për herë të parë do të aplikohet në këto zgjedhje vendore edhe numërimi i votave nëpërmjet inteligjencës artificiale, çka do të thotë se rreth 24 orë pas përfundimit të votimit ne mund të kemi rezultatin e zgjedhjeve për sa i përket Bashkisë së Tepelenës. Në garë është Gramos Sako nga Partia Socialiste dhe Gabriel Guma, kandidati i pavarur. Atëherë si ka nisur procesi në një prej qendrave më të mëdha për sa i përket Tepelenës? Procesi deri në këtë moment që flasim është shumë i rregullt. Pjesëmarrja pothuajse është mirë. Ka votuar rreth 30% të qytetarëve. Ka pasur problematika për sa i përket ndoshta pajisjes. Po, me pajisjen pej ka patur disa raste që nuk u ka njohur shenjë krishtit edhe kemi mbajtur me proces verbal dhe ka vazhduar normalisht. Në çfarë ore mbyllet procesi? Në orën 6 pasdite. Sa zgjedhës kanë 522 ka gjithsej. Deri në këtë moment që flasim, sa është numri i tyre? Deri në këtë moment është 54. Faleminderit.
Më bëj foto dhe video mua disë. Kishtin e marrë të dorës të djathtë. Si dorës të djathtë. Me këtë. Kushta si për gjithë. Te po kështu po dhe po s'ka. Ishe të vendosur në një atë? Ishe të vendosur në një atë. Po të mirë. Ndodhemi në gjimnazin Hasan Pulo Rikum, ku prej orës 7 të mëngjesit vijon normalisht procesi i votimit. Në këtë KZAZ janë 2 qendra votimi, 45-12-00 dhe 45-12-01. Megjithatë, numri i qytetarëve të cilët janë drejtuar kësaj KZAZ-je deri në këto momente ku ora shënon 10:30 është shumë i pakt. Megjithatë, ka pasur edhe probleme në PI të identifikimit të qytetarëve. Në fotografi, po, që në bezet. Po, votuam. Pas ka ardhur shpejt, se përgjithsisht vim me vonesë në këtu. Do lëvizim. Do lëvizim, kemi vënë tjera se bepet do lëvizim. Qofshin mirë. Bëre mirë që votove? Po bëra e drejtë e votës. Duhet të dalin dhe qytetarët të tjerë? Po duhet të dalin, përsa që është vota është e lirë, duhet të hedhi. Ne erdhëm çik shpejt se do lëvizim. Ai ka lofshini. Po, pa tjetër. Nuk po gjen emrin apo çfarë? Urdhë? Nuk po gjen emrin, se do kërkon emrin. Po shikoj për emrin, po... Ja, ato do ta gjejmë dhe do të votojmë. Si po ju duket ky proces votimi? Urdhë? Si po ju duket procesi votimi? Qet, normal. Si çdo kohë. Kështu që s'ka asnjë lloj probleme. Njerëzit janë të lirë, nuk ka presiona, s'ka asnjë lloj, absolutisht asnjë lloj gjë. Qatë? Do votosh? Të votoj. Sa vjeç je? Neve se dëshojnë është i dhi. Sa vjeç je, thot, Xhamalo? Sa Ja vjeç je? 90. Po. Ke votuar çdo zgjedhje? Në çdo. Të votoj. Në çdo zgjedhje ke votuar, Në çdo zgjedhje. Ke votuar gjithmonë? Ka votuar. Ja, korrekt me ligjet. Si s'ka votuar. Malo. Si e ke emrin, thot, si e ke emrin? Ismail Mahila. Duhet votuar, Xhamalo? Si? Duhet të dalin qytetarët të votojnë? Duhet të votuar, thot, duhet të votojnë njerëzit. S'ka kuptim po që votojnë. Shteti dhe shtetin e tia. Apo jo? Duhet të funksionoj. Mire këtu të këtu. Xhamalo 90 vjeç po. Po e qikë të E odhe ti. Ndihmoj pak luta. Këtu. Dhe mor. Ne erdhëm votuam se nim në shpirt për të votuar, po qefi nuk na e ka as për një, se me gënjeshtra gjithë, na majnë me ujtë ngrotë gjithë. Kemi 30 vjetë që kemi marrë tokat, e tokat si kemi tonat se
të dhëna në për të mëdhenj. Kalamajt e tonë kanë marrë arratin, as vetë se dim ku i kemi. Kaq nuk jemi pare të knaqur. Edhe pensionet që thotë jo kaq, jo aq, me 200.000 lekë më dalin për ilace. Faleminderit shumë nëna.